Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Falënderimi pra I takon Allahu dhul Gjelal, ndërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ju po intereson do thotë se çka ka dallim pi njeriu I cili met pa ushqim edhe pi njeriu I cili agjenon. Dallimi mes kësajna është te niyeti. Edhe në fenë islame këtë punë të cilat do thot I bojnë ana, do thot bën me nijet. Ashtu që mujna me parashtru pyetjen për shembull, çka ka dallim prej 2 recateve sunet sabahit edhe 2 recateve fars sabahit. Njëjtë falen, do thot edhe sunet edhe fars. Do thot para në recate kënon elhamdulillah një sure edhe pastaj ban tehiatin edhe te farzi, njëjtë do thotë fal elhamin një sure pastaj tehiatin. Dallimi është veç te niyeti. Për punën e niyetit është një hadith shumë interesant I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën hijret, edhe njerëzit në atë kohë kanë shkuar kanë thënë pejgamberit al-Islam se filani do thotë ka bën hijret, ama nuk ka bën hijret për Allah, po ka bën hijret për mu martu me një femën, çka ka pas në atë kohë. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e jep një rregull gjenerale, e cila vazhdon për krejt punë të cilat do thotë na I bojna. Edhe ka thonë innamal a'malu binniyat, fa innama likulli imri'in ma nawa. Krejt punë të cilat do thotë na I bojna bëhen sipas qëllimit. Edhe do thotë shpërblimin e ki sipas qëllimit. Nëse akon do thotë qëllimi për Allah dhe për pejgamber, shpërblimin e ki të Allah dhe të pejgamberi. Po nëse akon qëllimi për mu martue me një femën, atëre do thotë e kije që ta shka ke bon hijret. Dhe në bas këti hadithit, pastaj këtë vepra tjera të cilat do thotë I bojna në Islam, do thotë janë sipas niyetit të cilat na I bojna. E tash për shembull e ke marrë ti një njeri edhe e ke burgos. Ja ke nalt hajën edhe pijen. Edhe ke lanë pa buk ata pin. Shofer tek të iftar. A ka mojt Ramazan ki? Jo, s'ka mojt. Po që s'ka mojt Ramazan, s'ka hongër buk hiq. Po ki veç buk s'ka hongër, ama Ramazan s'ka mojt. Ama ka ona tjetër e ki një njeri, I cili a qunë shofer, e ka bon jetë me agjenu. Edhe drekën, ku ta posh ato hongër buk. Hej, shka e të bombe? Po vëllaj që jam tonë, pa e di se me Ramazan, pas në arru. Dhe thëtë, Allahu dhul Gjelal ja ka habit menën këtina edhe ka ushy këtë njeri. Edhe pse ka hongër buk, për sëri, dhe thëtë këtë njeri ashtë me Ramazan. Edhe vazhdanë Ramazanin të këtërti në iftarë. Për shka se Allahu dhul Gjelal ka dasht me e shpërbly, mi dhanë me hongër edhe me pi. Ashtu që niyeti është qaj shka na dallon neve a jemi me Ramazan apo nuk jemi me Ramazan. E lumi ai I cili e ban niyet për hir të Allahu dhul Gjelal me agjenu për atë arsye se kur e ban niyet afrohet te Allahu dhul Gjelal me niyetin të cilën ai e ka bë. Dhe për këtë arsye do thot Ramazani e ka fillimin e vet edhe ka mbarimin e vet. Po pastaj çka e ka do thot syfirin edhe ka iftarin. Në të cilin do thot syfir do të me bë do thot na niyet. Apo vetë qumja do thot në syfir është niyet në veti. Pse po qohesh për atë arsye se e ki niyet nesër me agjenu. Se na shpesh herë për shembull kur çomin syfir e thonë e bojna niyet me agjenu ditën e sodit për hizat Allahit dhul Gjelal, ku e di matanena. Këto janë veç fjalë, ndërsa ai qëllimi mrena shka është në zemër, do thot ajo është më rëndësishëm. Dhe inshallah Allahu dhul Gjelal na shpërblen sipas qëllimeve të cilat na I kena për hir të Allahu dhul Gjelal. Pse? Për atë arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar një hadith kutsi të Allahu dhul Gjelal ku thot as-sawmu li wa ana azibi. Do thot agjërimi është për shkak të meje, edhe unë jam ai I cili e shpërblej do thot agjëruesin. Se këto vepra tjera do thot mundesh mi bëu për njerëzit. Mu fal për njerëzit, me dhënë zakat për njerëzit, me shku në haq për njerëzit. Do thot varësisht a ke shku do thot për Allah apo për njerëzit, na nuk e dina. Do thot për atë arsye se
është një vepër që mundesh me bëu edhe për Allahin, po mundesh me bëu edhe për njerëzit. Ama agjerimin s'mundesh me bëu për njerëzit. Pse se nuk mundesh dikujna me argumentue që jetë majti Ramazan. Këtë punë e din veç Allahu dhul Xhelal. Se njerëzit mundin me të pa edhe të hangër, po ti nuk e hangër me qëllim, po ke hangër pa qëllim për atë arsye se e ke habitën menën se Allahu dhul Xhelal ti ka marrë mend se ka dashur me të ushqyje, ka dashur me dhënër, me hangër edhe me pi. Për këtë arsye pra nuk e prishni Ramazanin, pse se e ke pas një jetin me agjinu për hir të Allahut dhul Xhelal. Ashtu që kjo është një vepër e madhe shumë mes teje dhe mes Allahut, që atëherë kur e bën një jetë, Allahu dhul Xhelal din me të shpërblye mas mirti. Dhe kjo është dallimi mes atina i cili e ka bën një jetë me agjinu edhe mes atina që ka met pa hangër edhe pa pi. Pse se ti mundesh me met pa hangër pa pi se s'ki shka me hangër, shka me pi, ose se dikush të ka robnu, ose se dikush të ka aprovu, do thot për ushqimit, ama për me agjinu, jo, ti ki me hangër dhe me pi, po nuk hanë për hir të Allahu dhul Xhelal. Prejnë qyfer të këtërti niftar, nuk pen për hir të Allahu dhul Xhelal, po nuk ban veprat këqija për hir të Allahu dhul Xhelal, se agjerimi nuk është veç më abstenu prej hajës dhe prej pijes edhe prej epsheve. Jo, prej krejt gjanave të cilat do thot janë të ndalume për hir të Allahut dhul Xhelal. Kjo është do thot agjerim me të cilën është razi Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se kemi për shembull plot teste të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili na shpjegon edhe thot se Allahu dhul Xhelal nuk është mëzor me lanë ti hajën edhe pijen, po është mëzor që ti me eduku vetvetin tan. Për atë arsye pra Allahu dhul Xhelal kur na ka obligu me agjerim, sigur shka është ajeti i surës Bekare, thot ja ju nas, o ju njerëz, do thot unë do thot ju kum obligu juve me Ramazan, sigur shka i kum obligue edhe umetet shka janë konë për para juve. Për shka? Për një qëllim, la'allekum tattaqun, që ju të jeni sa më të devotshëm. Agjerimi nëse nuk të ban devotshëm, përkundrazi të ban të keq, atëherë s'ki agjerim. Po nëse agjerimi të ban të devotshëm, atëherë po ç'ka është ai agjerimi për të cilin do thot na dohet me agjinu, që me arrit devotshmërinë e Allahut dhul Xhelal. Inshallah Allahu dhul Xhelal na ban për atëve të cilët nëpërmjet agjerimit bëhemi të devotshëm, edhe nëpërmjet agjerimit bëhemi më solidar, edhe nëpërmjet agjerimit respektojna babën e nanën, edhe nëpërmjet agjerimit lexojna Kur'an, edhe nëpërmjet agjerimit do thot shpërndajmë iftare edhe syfyre, edhe nëpërmjet agjerimit do thot ngritemi me vepra të mira. Kjo pra është qëllimi i agjerimit. Nuk ka qëllimi i agjerimit sikur disa të cilët han do thot syfyr, edhe pastaj jam shtet gjumit, kur ta pash haquve para iftarit, edhe ban iftar. Edhe do thot nuk ban kur një çfarë aktiviteti në Ramazan. Ndërsa muslimanët e parë, sidomos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe shokët e tij, luftat më të mëdha do thot i kanë zhvilluar kur në Ramazan, sikur shka për shembull lufta e Bedrit apo do thot lufta tjera. Pse? Për atë arsye se janë konë më të fortë shpirtërisht. Edhe kur ti shpirtërisht i fortë, atëherë do thot këtë punë shkojnë marë. Ama kur ti shpirtërisht i dobët, do thot mi pas muskujt sa do që të forta, do thot je njëri i dobët. Për këtë arsye pra, inshallah Allahu dhul Xhelal nëpërmjet agjerimit na ban më të modest edhe më të afruar te Allahu dhul Xhelal. Zoti ju shpërbleft të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha? Sa minuta vën? 9. A janë tamam? Okej, se ti